Enver është një person i bindur i atyre, pra unë mendoj që se këta kur krijuan PKSH-n, vendosën që kryetarët e grupeve komuniste do t'i japin dorëheqjen nga kandidimi dhe pastaj do dalin strukturat e reja. Dhe kjo ka qenë skema e këtyre, pra Jugosllavëve, për nxjerr personat më besnik kryet PKSH-s, dhe ashtu e bën. Pra i detyruan që kryetarët e grupeve jepnin dorëheqjen nga kandidimi dhe kandiduan tjerë dhe dolën këta pra, persona më besnik. Pastaj ne nuk kemi dokumenta, po unë besoj që Enveri është një person që do të ketë jo Enveri, por shumë figurat asaj kohe kanë pas kontakte shumë më herët me to konjunktura. Për shembull, po them dy detaje. Mbasi bëhet lëvizja 24-s, ose jashtë quhet Gushti i Shtetit 24-s, këta antizogistët vendosen në Vjenë, kryesisht. Aty krijohet Konareja, Komiteti Nacional Revolucionar. Pse? Aty ishte qendra e Kominternit për Europën, pra gjithë financimet që Kominterni bënte për Europën dhe për Ballkanin, i bënte nëpërmjet filialit të Vjenës. Mirë, po aty është edhe Partia Komuniste Jugoslave, për aty e kishte qendra. To kanë pas kontakt që në 24-ën, pra fillin kontaktet e para. Mos më thënë më herët, po 24-ën është zyrtarisht që kanë kontakte, se u kanë botuar dhe një libër tjetër, dokumentet e Kominternit për Shqipërinë, i kanë marrë te Arkivioni i Shtetit, ose historianët i kanë marrë në Bashkimin Sovjetik kohën kur kishim raporte të mira, dhe aty ka shumë informacion për grupet komuniste, qoftë në Shqipëri, qoftë edhe në Bashkimin Sovjetik, për ata që shkollohen atje.